Selam aleikum të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim gjithë juve që në këto çaste jeni me emisionin ton, po takohemi me edicionin më të ri të emisionit edukativ fetar, të njohim të vërtetën. Me neve në studio është profesor doktor Shevqet Krasniqi. Selam aleikum profesor. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Të ndëruar dëgjues, që tani telefoni qëndron i hapur 044 156614, ku ju mund t'i drejtoni direkt pyetjet e juaja, por gjithashtu edhe mund të na dërgoni pyetjen nëpërmjet SMS-it në po të njëjtin numër, pra 044 156614 është numri ku ju mund t'i drejtoni pyetjet e juaja. E përderisa ne kemi dëgjuesin e parë në linjë, atë profesor me siguri keni një këshill të vogël për neve dhe dëgjuesit, e pastaj posa ta kemi dëgjuesin e mirëpresim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ka thonë pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam në një këshill të artë, të krejt këshillat e tij janë të arta, janë flori, pavarësisht se si i perceptojnë dhe si kuptojnë njerëzit ato apo si i vlerësojnë, ato mbesin të vazhdojnë dhe mbesin këshillat më të mira që ka dhënë ndokush ndonjëherë. Ka thënë ai bekuar alayhi salatu wassalam, ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Këtë hadith ai bekuar sallallahu alaihi wasallam i dha Ebu Dharrit, i dha Muadhit, këtyre dy sahabive të bekuar, duke i këshilluar me tri këshilla të arta, se cila më vlefshme dhe më frutëdhënëse se sa tjetra. Ittaqillaha haythu ma kunt, ke frigë Allahun kudo që të jesh. Besimin e të madhin Allah, bindja se Allahu është i plot fuqishëm, se sheh dhe dëgjon gjithçka dhe çdo gjë, se ai është me ne kudo që jemi ne, kudo që shkojmë, se ati nuk i fshihet asgjë. Është parim këtë që dinit islam, pa të cilën njeriu s'mundet me qenë edhe besimtar i vërtet. Nga kjo, muslimani i vërtet e ka parasysh lartmadhërinë e Zotit, prezencën e lartmadhërisë së tij çdo kund, qoftë kur vetën, qoftë në familje, qoftë në shoqëri. Ndaj edhe ka frikë Allahun kudo që të jetë, në mal, në fushë, në shtëpi, në treg dhe kudo që të jetë. Për ata muslimanit të vërtet nuk i duhen njerëz vëzhgues që vëzhgojnë, as nuk i duhen kamera të cilat e përcjellin dhe incizojnë, sepse ai ka parasysh syrin e Allahut azza wa jall. E syri i Allahut nuk fle, dhe syri të lartmadhërisë së tij asgjë nuk i fshihet. Ky është parim i madh i cili mban ekuilibrin e muslimanit gjithmonë të njëjtë. Për ata muslimanët nuk bëjnë mëkate, s'po mundohen me urujt për mëkateve të mëdha edhe kur janë vetë, ashtu siç nuk bëjnë kur janë në publik. Shembull, muslimani nuk vjedh në publik, por nuk vjedh edhe po tjetë vetën. Muslimani nuk merr pasurinë e tjetrit në publik apo kur tjerë të kuptojnë, por nuk merr pasurinë e tjetrit edhe kur është vetën. Dhe kështu më radhë, nuk e bën asnjë të keqe sepse ka parasysh lartmadhërinë e Zotit. Ittaqillaha haythu ma kunt,
ke frikë Allahun kudo që ti ish. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Këshilla e dytë, pastaj e punën e keqe më të mirë e fshin ti atë. Sa do që njeriu mundohet me urujt nga mëkatet e gjunahet, ai prap se prap do të gaboj, prap se prap gjunah do të bëj, sepse thjesht është njeri. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kullu ibn Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Çdo bir i Ademit është gabimtar, e gabimtarët më të mirë janë ata të cilët pendohen. Pendimi është dhuratë dhe mirësi e madhe të Allah te bareke ve taala, dhe është një derë e hapur e cila nuk i mbyllet robët të Zotit përderisa të jetë gjallë, derisa të vijë kërhama e vdekjes apo të lind dielli nga perëndimi, siç ka ardhur në hadith të vërtet. Pra pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam nuk kërkon nga ne që të jemi të përkryer, sepse ai e din që ne nuk mund të jemi të përkryer, por jemi gabimtar, por kërkon nga ne që ne të ruhemi sa më shumë nga gjunahet, ta kemi parasysh lartmadhërinë e Zotit, e pastaj nëse gabojmë atë këtu gjatë udhëtimit ton për lindjes deri në vdekje, nëse bëjmë ndonjë gabim, pa thata i bekuar, atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha, paso punën e mirë, paso punën e keqe me punë të mirë. Nëse ke bënë të keqe, bëni një të mirë, e fshin ti atë. Pasimi punës së keqe me të mirë është një psikologji shumë e dobishme edhe në raport me njerëzit. Nëse ti, unë dhe kush do qoftë tjetër, e ke bën ndonjë sjellje, ndonjë vepër apo ndonjë fjalë të keqe, e ke fol dikuj me të cilin ja ke rëndu zemrën, ja ke therr zemrën, apo ai ka ndëgjuar se ti ke vepruar keq për të, ke përgojuar atë dhe kështu me radhë. Pastaj, pas një kohe, e vepron një vepër të mirë ndaj tina, e flet një fjalë të mirë ndaj ti, e lavdron atë, ose ndonjë sen të mirë që ka do të qoftë që bën ndaj ti, ai më lehtë ta fal të kaluarën, sepse bazohet në të tashmen, e që bie që e mira po ta fshin atë keqen në sy të atij filanit. Dhe kjo është mirë të veprohet të dashurit e një, sa herë që e kuptojmë se dikan e kemi rënu, sa herë kuptojmë që dikujna i kemi hyen hak, sa herë kuptojmë që i kemi të i kaluar kufetin ndaj dikuj, është mirë për pas pendimi që të pendohemi, sepse këna bëzë zullum njerëzve, është mirë gjithashtu që atë vepër të keqe, apo atë fjali të keqe që kemi folë ndaj filan personit, ta pasu me një fjalime të mirë, një vepër më të mirë, e vepra e mirë e fshin veprën e keqe, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të njëjtën gjë është edhe në raport me Allahun e madhruar te bareke ve taala. Nëse bën ndonjë vepër të keqe, e ke bën ndonjë gjuna, mundo me bën një punë të mirë me një herë sa më shpejt, sa më frek, sepse puna e mirë ta fshin punën e keqe. E për punët të mira, bën istighfar, astaghfirullah. I flet dikuj rand, i përgjigje dikujna vrajt telefon, e lëndan diken telefon, apo në takim, e pastaj ai shkon, se me kanë aty, kërko falje, por kur shkon personi, në bjen mend, nalesh dhe kujtohesh, e rëndova filanin, fola keq, nuk e dëf me fol kështu, nuk ja vleti me vepru ashtu e të tjerë, thu astaghfirullah, ta shabon, e bën i vepër të mirë, për me fshit keqen, ose në hak të Allahut ke bërë diçka, astaghfirullah, ose që u shifon 2 recate namaz nafile, së vepër e mirë, ose jep sadaka dhe të tjera, dhe kështu kanë vepruar muslimanët në gjeneratat e para, dhe kështu do të veprojmë edhe ne, dhe dua që dhe ju të veprani, sa herë ta ndini se keni bërë keq, mundoheni me bërë ndonjë vepër të mirë, çfarë do të qoftë, sadaka, lëmosh, istighfar, namaz me fal, në ditë agjerim nafile me agjeru, Koran me lexu, dikujna me shkundimi ndihmu, në obligim, në vështërsi, në breng, dikuj me largu, çfarë do punë të mirë që e bën,
e që numërohet të Zoti punë e mirë, mundohu cilën do që mënesh me ba sa ma shpejt për me fshi punën e keqe që e ke ba, sepse pejgamberi po thot sallallahu alaihi wasallam wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dhe pasaj e punën e keqe me të mirë e fshin të atë. Kjo është fjalia e dytë me të cilën na këshillon pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam, fillimisht sahabët e pastaj edhe neve dhe ata që vinë pas nesh deri në ditën e gjykimit. Këshilla e tretë atij të bekuar është wa khaliqin nase bi khuluqin hasan, dhe sellu ndaj njerëzve me një ahlak, me një etik, me një moral të mirë. Musliman është i moral shumë, musliman është i edukum, musliman është i pajisur me virtytet larta të etikës. E morali është sen i madh, është sen i madh. Shumë ka folë Allahun Kur'an për moral, shumë ka folë pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam për moral. E mjafton hadithi e atij të bekuari se nuk ka diçka që do të vijë më rand, që do të peshoj më shumë në peshojën e veprave të mira të robit ditën e gjykimit, mas takvallukut se sa husnul khuluq, morali i mirë. Ai i cili dan që të rëndohet peshojë e tij në ditën e gjykimit, let pajiset me ahlak të mirë, let cilët ndaj njerëzve mirë, o ju musliman. Nuk ja vlen ndryshe. Me kanë i mirë me njerëz, i mirë në familje, nëse je prind, i mirë me gru, i mirë me fëmijë, i mirë me vllazni, i mirë me kojshi. Nëse je femër grua, e mirë me burr, e mirë me fëmijë, e mirë me familjen e burrit, po edhe familjen tënde. Nëse je në punë, i mirë, e sjellshëm me kolegtën punë, qytetar, i sjellshëm, i durueshëm, sabërle, zemërgjan, me qytetar, komunikacion, në treg, shkollë, në punë, ku do që jenë. Në ka çmim që paguan moralin e mirë, wa khaliqin nase bi khuluqin hasan, dhe sillën e njerëzve me moral të mirë. E pejgamberi Zotit sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka bërë dua që Allahu ka bërë dua dhe namaz që Allahu të zbukuroj ahlakun, etikën, moralin. E lumjaj të cilit i është dhanë hise madhe apo sasi madhe e ahlakut. Ahlaku, etika, morali është dhënë ti dhe begatijet madhe të Allah ja jap kujt do, por gjithsesi Zoti ka lënë edhe shkaqe dhe sebepe, i ka lënë njeriu të ndorë shumë gjana që ai mundet më pajisur me to, por mundet edhe me braktis ato dhe runa Zot me mort kondërtat e tyre. Lut në Zotin që Allah të na pajis me cilësit mira, me tiparet mira të ahlakut, të na bëj Zoti goj ëmbël, zemër gjerë, dorimtar, frëdhënës, të dobishëm, të hareshëm, të dashton. Njerëz të cilëve u ashojnë hajrin njerëzit, po edhe bota bimore dhe ajo shtazore. Njerëz të cilët na dojnë banor të qiellit dhe lutën për ne e që janë milaqet, njerëz të cilët na dojnë edhe banor të tokës, na dojnë familja e ngushtë dhe gjanë, na dojnë shoqëria, miqësia, na dojnë qytetarët, na dojnë të gjithë ata që na njohin, po edhe ata të cilët ndëgjojnë për ne, qoftë nëse nuk na kanë njohur edhe pas vdekjes tonë. E krejt kjo paguhet shumë të madhi Allah te bareke wa taala. Allahu na bëf prej tyre, ya rabbel alamin. Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Faleminderit profesor. 044 156614 qendron i hapur. Ju mund të na drejtoni pyetjet e juaja në formë direkte, por gjithashtu edhe mund të na shkruani në SMS pyetje në po të njëjtin numër, pra 044 156614. Atë profesor, do të bëjmë një pauzë të shkurtër, pastaj do të rikthehemi në studio. Ju qëndroni me ne. Atë rikthehemi në studio të nderuar dëgjues, sepse tashmë e kemi dëgjuesin e parë në linjën direkte. Do ta mirëpresim. Alo. Alo, selam aleikum wa rahmatullah. Aleikum selam. Deshta në pyet hoxhën masit tekbirin e parë në namaz me xhamat, me prit masi që të kryen, domethënë fjalën Allahu Akbar imami. A do të me prit me kry fjalën Allahu Akbar për me ran ruku, për me ran sejdë, për me çupi sejdës, a tu e thona e natyral. Pyetja e dytë, a bën me hap telefonin në xhami, po me hap internetin në xhami, se po shoh domethënë plot xhamati që hapin telefonin në xhami edhe këshyrin diçka në internet. Pyetja më vetë të marr parasysh sa të për shembull në ekran ka fyr, domethënë fotografia të njerëzve ose gatimet xhamesa dhe çështë. Faleminderit shumë, Allahu ju shpëlbeft. Selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje. Selam, Allah ju shpëlbeft. Rreth marrjes së tekbirit nga ana e xhamatit kur falet me imam, kanë diskutuar ulemaja, fuqahat, juristat islamës vete. Rreth asaj se atë merret tekbiri fillestar i njëjtën gjë dhe në ruku dhe në sejdë që kohet pasi ta përfundon imami fjalën Allahu Akbar, apo të thonaj Allahu Akbar bën me shku. Kanë thonë ashtu dhe ashtu, por ajo që është më rëndësi nderuar e mirë shumë që na kujtove këtë meselë Zotit rujt, është se nuk bën para imamit në asnjë mënyrë. Rani është me prit derisa ta përfundon imami. Ai thot Allahu Akbar, tani të thua Allahu Akbar. Ai thot Allahu Akbar në ruku, tani të pas ti në thua Allahu Akbar dhe bjen. Por edhe nëse shkon më një herë pas ti, që ai bie se ai hala para krejti fillon me ran ruku, dhe hala ta përfundu fjallën Allahu Akbar të fillon me ra, apo ai pa përfundu fjallën Allahu Akbar në tekbirin fillestar të fillon me marrë tekbir, e ke tamam. Më rëndësi është para tina mës me dhra, mës me marrë tekbir dhe mës me ra në ruku dhe mës me qupe ruku zë kështë me ra para tina. Kjo është më rëndësi, para tina nuk bën. Tjerat është punë e vogël, sepse para ti është problemi madh. Runa Zot mund të më prish namazin krejt. Çështja tjetër, hapja internetit në xhami dhe kjo pyetje e mirë. Sëm kujtohet që më ka bërë dikush deri me tani. Jo, në radio jo. Po. Hapja internetit në xhami parimisht është e lejuar në katë keqe, parimisht po flasim. Është lejuar në katë keqe. Sepse internet është në shërbim të njerëzve, por gjërat të cilat mund të dëmtojnë imanin musliman, respektive senet që nuk o mirë me i këqyrë, se në internet ka qka të dush, që nuk o mirë me i këqyrë as i jashtë gjamis, as brenda gjamis, sigurisht se në gjami edhe më heq, sepse shejtëria gjamis është më e madhe se shejtëritë e tjera. Andaj hapja shumë portaleve në xhami, unë pajtemi e ty plotësisht, nuk është në rregull, sepse shumë portalet sotit apo disa prej tyre janë të mbushura dhe të stërmbushura me gjëra të pista, jo të hieshme. Andaj mos i hap ato, hapin ndonjë webfaqe apo që ka është me e pastërt, dërsa punën e mailave dhe punën e shkrimeve dhe gjëra tjera që a i gjen njeriu në internet, në Facebook e tjerë, nuk mund të themi se është ndaluar apo ka asgjë të keqe. Pra varet krejt se si e përdorë njeriu.
024156614 është i hapur, mund të na telefononi dhe të na dërgoni SMS pyetje. Profesor, e marr një pyetje të shkruar. Selam aleikum, thot baba em nuk vjen thot tek un as për Bajram, është i dhruar nga unë pse nuk i jap para, thot por profesor unë nuk punoj dhe parat që i posedoj janë të burrit. Ha, për gruaj që fjalën. Te vajza nuk shkon. Te vajza, baba është te vajza. Kur gjohë dhe baba, s'ki që e bën zvjen të ti nuk bëmjë në babës. Baba nuk vjen të ti, sepse para gjikan, me ndën se ki lek nuk për jep, ose ku ta diju në pse. Dhe të mundu me bind babën, por me që nuk mundesh me bind, kur gjoj motër, të ka spravu zote me një babë, të cektë, jo dhe aqë burë të mirë, por me gjithat e të ki babë, dhe për ty e është i mirë, dhe për ty e vazhdon tjetë babë, edhe të ki obligim dhe i ti, se kurse të ishte edhe baba ma i mirë, obligim ki ndaj tina. E që është vizita e babës e respektin ndaj ti e kështu më ra. Kjo nuk zë me ndiku që ti mos me respektu e mos me dirët babën. Po. Profesor, kemi të gjuhës, e mirë prisim, alo? Alo, mi mama, jemi motër të diasporës. Po, urdhra. I përshëndes shumë. I kam dy pyetje për hoqë, nëse ban? Po, urdhra. E para është, a kam mundësi me spojë se kur s'kam dëgju për që të thama që të matohen 7 zone. Po janë 7 zone, për në të matohen. E para është. Edhe dita është ashtë me pyet, a e kongjina që i kërkoj duri të në gjithë të për du fëmi. Sepse jam e matu me që ta zjetë. Qa e kërkon burë tanë? Fmi. I kërkoj fëmi. Unë jam e matu me jëmë shkolla, da të kam kry shkollën, edhe i kërkoj fëmi, kom du fëmi me plasë. Po. E kongjina. Të ta shkoj fali normal të krejtë. Në në rëzun me alhamdërja. Mirë. Faleminderit shumë të Po ishën të përshëndetje. kire një. Edhe ju e falenderoj Natën e shumë. mirë. Qysh ke para? Çështja e martes vajza shtatë martuar 7 zone pa qenë të martuara. Po martun të këtë qenë 7 zonë, tha kështu? Shëqa. Nëse femra ka qenë kuror e bune një qahë kuror me djalin me të cilin ka met me barë, nuk ka zot keqe, e pastaj i bujnë darsmen para se me lind. Fetarisht nuk është ndaluar, nga tradita nuk është e pëlqyer, populli nuk e ka vepru kështu asnjëherë. Tradita ka qenë mos me met me barë, as mos me fjet me burr, as mos me najt me burr, pa martu. Por ka ndryshuar. Tani, neve në interesan fetarisht si musliman. Fjetja që asaj vajze me qa djal. A ka ndodhur pas kurore apo para kurore? Nëse ka ndodhur pas kurore, pas jo bu për hajr, krejt në regullë, s'ka gjë të keqe. Nërsa nëse ka ndodhur para kurore, pra thjesht ka qenë një lloj dashurie, e që aje në terminologjin islame quhet zina, prostitucion, amoralitet, dhe quhet se dushti nuk është më rëndësi, më rëndësia se është haram. E pastaj kur ka mit gruaja me barë mënyrë të paligjshme, se është mënyrë e paligjshme, hajde tash po pejohum apo po martohum. Kjo dyta është e keqe, nuk është e mirë. Ndërsa e para nuk ka behane fare. Pyetja tjetër, i kërkon burrit fëmijë i martuar që 5 vite është e drejtë jotja plotësisht. Nuk ka të drejtë burri në asnjë mënyrë që të shmanget fëmijëve pa lejen e gruas. Gjithashtu gruaja nuk ka të drejtë të shmangë lindjes së fëmijëve apo mbetjes me barr pa lejen e burrit. Tha ndryshe që të dy duhet të jenë të një mendimi dhe të një vendimi për atë
që ka dojnë të abonë, që të bëjnë apo të veprojnë, me lind, mës me lind, me pas fëmi, mës me pas fëmi, ata të dë, nëse merrën vesh bashkë, 10 vjetë para të martesës të azami kanë murujt, mës me pas fëmi, është e drejtë e tyre, po edhe 20 vjetë nëse merrën vesh, është e drejtë e tyre, po edhe ton jetën nëse merrën vesh, mës me pas fëmi, është e drejtë e tyre, por gjithmonë duhet të dëtë të mirën vesh, sepse hak i të dyve, edhe njanit edhe tjetërit, është me pas fëmi. Dhe në momentin që burri i ik kësaj përgjithësie, respektivisht i ik të pasurit të fëmi, apo i gruaja të mbeturit shtazan, automatikisht i ka ik përgjithësisë, i ka hi tjetërit në hak qifti tjetër, burrit apo burri gruas, dhe se i tillë ka bërë gjuna. Për atë arsye ka të drejtë personi që ndjen vetë të dëmtuar të kërkoj fëmi ligjërisht prej burrit, që burrit ta lë shtatzanët e. Dhe raste të tilla nuk janë të pakta, po thotë, por kemi edhe raste të tjera të shumta ku motrat mbyten të ikajt nga malli i tyre dhe dëshira për të pasur një fëmi, por burri nuk dën. E pse nuk dën? Që i benedi, as vetë nuk din me kallëzu, apo nuk dën me tregu, kryesoria nuk e lën gruan me barë, e kjo është gjuna dhe i hin hak asaj gruaje. Po. Profesor, kalojmë tek një çështje tjetër. Selam aleikum, thot, ne jemi 2 motra profesor dhe na kanë vdek prind, vëlla nuk kemi, ndërkohë që axhallarët pak nga pak thot po e marrin pronën tonë. A kanë të drejtë sipas ligjeve sheriatike këtu? Ju duhet me dhënë zar dhe me nda pasurinë e babës të ju. Ju duhet me dhënë zar dhe me nda pasurinë e babës të ju, që ju takon juve, hisja juve që ju takon. Nëse gjëllarët pastaj u amohojnë tërësisht hisën e ju, atëre hisën ta në këtë drejt me marë edhe në përmjet gjykatës. Ndaj këtë punë heceni dhe mos e ndërprejni. Po. Tani një dëgjuese thot, profesor, thot, mu burri ma ka ndalu me fal namazin dikon tjetër përveç shtëpisë time. E në rast se une thot që qëlloj mysafir dikon, atër nuk mundem me fal namazin, por e kemi një telefonat e pastaj kthehemi që të dy pyetjeve. Alo? Alo, Rama. Mirë mbroma, urdhra. Jam motor nga Zvicra. Po, urdhra. Shëndet fare hoxhën. Ashtu edhe juve. Faleminderit. E kam një pyetje pak sa dalua për pyetje të tjera. Urdhra. E kam një motor në Kosovë, është martum që 15 vite. Duri ka nejtë një 14 vjetë në Zvicër. I ka 3 fëmijë, motra është ndëruar. Falët krejt, po duri tash e kthy, po ka një vardore skeqe, po që ka është problemi se po ndjen edhe marrën me thonë. Duri tash i ka dorë që është dhe homoseksual. Motra është një zërë, qka me ban? Ka kolor me ta, ka 3 fëmijë. është ndëllune, qka mundet me ban? Filip ndim burri. Filip ndim, burri Filip ndim kujna? Motri Filip ndim, një mam te. Po. Mirë, Ka më në këshiru me sa që pak pyetje shumë dhe më pare po më vjen me famë. Po, është në zërë motra. Mirë, faleminderit zojt, përshëndesim, çdo të mirë për juve. Një prej shkaqeve pse përhapën këto dukuri të njëjtës gjini, femrat me femra, moshkujt me moshkuj, është edhe largimi i burrit nga gruaja apo i gruas nga burri, respektivisht të veçuarit e të njëjtës gjini për një kohë të gjatë. Në ndonjë prej shkaqeve të forta, gjithashtu është shoqëria e keqe. E unë po kam frikë se kjo e dyta ka ndiku të dhanë rrë të burri motrës tane.
Po më duket se burri motrëstane pas ka kuptu dhe ka pranu se është vepër e keqe dhe kërkon me dalë për asaj gjendje. Kjo është sani mirë, motër. Kjo është sani mirë, sepse ka mundësi ku njeri u kalon në një gjendje dhe me ndonë se mirë dhe nuk do në menimu. Për shambull, a nisë për në raki, ja nisë kanë masë në kazino, në diskotek, të natën atje hargjen pare në bastore. Ku dion që ka banë mërë droga, mërë ku dion, dhe me ndonë se mirë dhe nuk do në meni, këtë dyja me thonë e ki keq, nuk pranan. Në këtë rast kur e pranan se nuk është ka bën, ka vepran mirë, po ke këndim, është gjyrë se të keqtit që është thët populli. Rastet tila të pëthosht i veçant pak, i veçant po ndoshta për ty dhe për dëgjus, po për mu nuk është i veçant, sepse rastet tila unë kam pas më shumë se një. Dhe e munduar që ndihmëj atyre dal nga dal të dalin nga kjo situat e ligë dhe e pahjeshme. Gjithmonë së pari duke a kujtuar peshen e madhe, gjenahin e madhe që janë duke bërë për dere sa janë në atë vepër të shëmtuar. Dhe kështu do të më thanë gjithmonë muslimanit, hajnit i cili vjedh, do të një kujtu peshen e madhe të hajnis. A i cili korruptohet i mashtran njerëzit, do të një kujtu e peshen e gjenahit madhe. A i cili e para me fajde, do të një kujtu peshen e gjenahit madhe. A i cili e zërpën toka me dhunë dhe mërë pasuri njerëzve me dhunë, do të një kujtu ati gjenahin e madhe që ka. A i cili nuk e respekton prindrit, a i cili pin alkoholle, tjere se cilit një kujtu e peshen e madhe që ka i gjuna. Kështu do të me vepru, pra mas pari, një kujtu peshen e madhe që ka i gjuna. Mënyrë që ai halem u bind, e me thonë po, unë po e di, e po e kuptoj, e nuk po dyshoj, se nuk e kam mirë, se kam dalë për rrugës drejt, se e kom marrë të pozën e të keqen e tjere, por qysh me dalë. Pra do të një iritu fort atë vej për të keqe, pastaj në ndë, ati do të me thonë që ata shok me të cilët ke nejt me ta, në mënyrë urgjente dohet me i bojkotu. Qa telefon që me ta ki kontaktu dohet me thyqat kartel edhe me mës me hapa telefon. Fon. Me rajsh t'i këfar të zoti, më pëndu të Allahu dhe me kuptu se ke bu keq, e kur të bëjsh keq që do të me bu mirë. E në fillim, kur falem për një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që po na ndërlidhet tash me te, tham një prej këshillat pejgamberit ka qenë kur të bësh keq, pasu me të mirë. Ai ka bërë keq, tash më pasu me të mirë. E me të mirë, me bëu vepra të mira, me fal namaz, me raj istikfar, me ndihmu njerëzve, me bëu punë të mira. Dhe me urrejt atë vepër të keqe njerëz, do të me urrejt. Gjithashtu, nuk bëni tregu njerëzve për atë vepër që ka bë. Nuk bëni tregu. Nuk bën me të regu njerëzve, sepse në parimisht ne gjenahet kër i bojmë i mojnë amsheft. Në ndë njerëzit nuk ngurojnë, nuk kursejnë, nuk e kanë dert edhe pas 70 vjetë, 60 vjetë, 30 vjetë, në pak e ma shumë me t'i përmend punt e liga, bile në momentet më kritike t'i përmendin. E motra jote është ai cila mund me ndihmu shumë burrit sajna, me urtësi, me menqëri, me sabër, inshallah Allah azza wa jall është ai i cili e urëzon, e drejton dhe e largon nga rrugë e keqe për gjithmonë. A i themi tani profesor pyetjes së dëgjuesës për çështjen e namazit, që thoshte se buri mu vetëm shpim lejon me fal namaz, po qellova mysafir. E kemi një dëgjues, por ndoshta tani nuk e di se cilën pyetje ta marrim. Mirë, e marrim dëgjuesin. Alo. Alo, mirë mbrëma, urdhrani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh për hoxhë dhe gjithë musliman. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoxhë, dhe të shëndet shumë, e kom dy pyetje. Po.
Pyetja e parë ka bënë një pyetje që ka bërë tajtë, më po fakt moderatori ka harru. E desha me ta bëj sonte, më po, mos e du shumë se hoç ta fali çka lidhje. Allah dashur të truj, po, faleminderit. Ka të bëj me përgjithësinë që Zoti ja ka ofruar molë dhe qi. Po sa po nuk kam pranuar në fakt njeriu ka pranuar me në Kur'an e të thënë njeriu si në kuptimin pa ditur që ka pranuar këtë përgjithësi. E desha me ditë sakt për çfarë përgjithësie bëhet fjalë. Edhe pyetja e dytë, unë kam marrë pi Evropës, jetoj tash në Gjilan, nuk kam marrë pi Evropës, edhe kam pas çep shumë të taku. Kam qenë rromë një aktimi, po nuk kam taku, desha me ditë, a kur sakt më shmon xhami me motën e sabot të kishim të taku. Sepse desha i kam disa pyetje për rreth librave, edhe disa pyetje tjera të vogla, të cilat ndoshta po s'jeni do përmes telefonit. Tamam. Mirë, faleminderit shumë Zotit të lut. Amen. Edhe ty trujt e tonë musliman të Arabe, inshallah kalen mirë atje në Gjilan, me të afërmi tu, shok dhe meqt, e kthehesh mirë, e jeton me këtë din, të dhe ne dhe të gjithë muslimant. Ne pjesërisht që përgjigjem pyetjes sate javën e kaluar, e nuk e di tash në detaje çka kemi lanë mango apo sa në përgjigj, por di që ke pyetje ka ardhur, sepse më kujtu ajeti kuranor inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ka thënë Allah azza wa jall, ne ja kemi paraqitur, ja kemi afruar këtë emanet të madh, emaneti madh, emaneti më i madh që është ngarkuar ndonjë krijesë ndonjëherë, është emaneti dinit, është mesazhi qellor, është udhëzimi i njerëzve, është feja islame. Sepse ky emanet, ky mesazh është program jetësor, për të varet lumturia dhe mirimi i njerëzve, për të varet armëria e kësaj bote, për të varet edhe jeta si jetë në këtë botë. Ja kemi paraqitur këtë emanet ala samawati wal ardi wal jibal, qiejve, tokës dhe kodrave, fa abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha, nuk kanë mundur, nuk e kanë pranuar dhe janë friksuar se nuk përqojnë në vend, wa hamalaha al-insan, por njeriu e ka bartë. Njeriu e bartë emanetin më të madh që ka bërë ndonjëherë ndonjë krijesë e Zotit. Emaneti njeriut është me ruajt ekuilibrin e kësaj gjithësie, e kësaj toke, këtij planeti, me përhap vlera, me kundërshtu dhe luftu gjërat e këqija, me përhap dritën qellore, me jetue brenda fjalës së Allahut azza wa jall. Në vend të Allahu, njeriu vërtet apo ka për njerëzve të cilët janë zaluman jahula, i bën zullum vetvetes, po edhe ignorant, nuk e din se çfarë përgjegjësie kanë bart. I bën zullum vetvetes, kur merr një përgjegjësi dhe nuk e kryen, apo merr përgjegjësinë dhe nuk e kryen si duhet, apo i kësaj përgjegjësie krejt, dhe ignorant, nuk e din realitetin e kësaj përgjegjësie, nuk e din madhështinë e kësaj përgjegjësie, nuk e din pasojat e mira që i ka, frytet të cilat i vjell nga bartja e këtij misioni, e që është fjala la ilaha illallah. Ky ajet është për ajeteve të forta dhe bazë me të cilat e madhi Allah azza wa jall në argumenton se njeriu, qysh njeriu i parë nga fillimi i epokës së njerëzimit ka qenë fetar, e ka besu Zotin, e ka bërë këtë emanet, këtë përgjegjësi, dhe se kur njerëzit pa fe nuk kanë qenë asnjëherë. Gjithashtu, ky ajet është dëshmi se njeriu si njeri dallon prej krijesave të tjera
anipsatën me të mëdha se sa njeriu, bile njeriu nuk krahëzohet me to, e si të krahëzohet me qiej e me tokë e me kodra normale, por megjithatë dallon për të gjitha krijesave të tjera. Njeriu është ai i cili prej tij varet ekuilibri, varet kjo dunja, e ndërton edhe ruan si qështë, apo e shkatron edhe e dëmton. Per më taku, të më ke kërku mu pram, si shtem duket, por më kam qenë fshat, sepse gjatë tyre ditëve më duke munduar me shku nga pak, kohë pas kohë, në katon fshatin tim atje, her gjindem këtu, her gjindem atje. Ndoshta, tajtër më ke kërku të mu në telefon, ndoshta, nuk e di, apet nuk e di, kërë falja akshamin tajtër nuk e di, e për jaci jam gjanë mu qëto në televizion, sepse ne fillojmë në ora 9 dhe dalëm në ora 10, do më thonë, para jacis, atëherë jacin mundemi me falë të gjamia e mulla Osmanit, insha Allahu Ta'ala, afër shpestime ditën e ajtë, insha Allah. Allahu të rujtë. Me të vetëm pyetja e motrës, kemi edhe një dëgjues, po ai përgjigjemi sepse nuk po mlan burri më fal, dikun tjetër vesh të shtëpia, o ty bën për di çfarë burri koka ai, edhe po më çudit sjellja e tina, që burri më thon grus më së fal kërkon. Me pastan të kundërtën, për mu këtë qenë me kapshme, me thon grus, e ti gru, ku do që të qëllash namazin më se le. Që shtu mi kanë thonë, ka qenë me kapshme. Pra, edhe nëse shkon të mjeku, dhe djenë me prit 5-6 orë. Shkon të mjeku në ora 2, edhe del për spitalit apo ordinazës në ora 6. Në të rast, shka ndodhe, po tjetë dimni, shka ndodhe, tik, drejka ndoshta, e qindia, edhe akshame, se në 6 njëtësia. Tani, ka logjik, me lanë të qindin dhe akshamin pa falë, apo cilin dhe namaz qoftë, për faktin se burët ka thonë zbënë falë kërkon, jo, kjo nuk kanë regull. Kjo nuk kanë regull. Andaj, namazën të falë, ku do që të qëllash? Burët ka thonë zbënë falë, të nëse burët së një apri, se shumë i shtije dhe ti tu të shumë i dridhesh, kur ju me si thuj. Por kur nëza namazi, diku tjetër, nëse nëzanë që të seket ndo një neje, ndo një të pana, ndo një nudha, atë dikon, fare namazin të le që atë të burë e lojnë gjënë të qëftë. Po, të mësë do pun tjera të këshia, se namazin pun e mirë. Po. Nuk kemi dëgjues për momentin. 024 156614 qëndroni hapur, mund të na telefononi, ndërkohë ne vazhdojmë të marrim edhe pyetjet që na vinë në 024 156614, por në formë të shkruar. Selam aleikum, thot hoxhi nderuar, thot sa është e lejuar apo e pëlqyer që në ditët e sotit, domethënë vetë dhëndri shkon me marr nusën së bashku me krushqit. Nuk ka behame. Fetarisht nuk ka të keq që dhëndri me shku me marr nusën. Ajo është e tina, ai ka më nejt me ta. Nga ana fetare nuk është ndaluar. Po. Tash kemi dëgjues, alo. Alo, përshëndetje, selam aleikum, për gëzim dhe pasitën nga Prishtina. Aleikum selam. Murtra. Hoxha, e vende. Kam një dy ide të cilat jo vetë hoxhallat i përhapni. Po. Edhe deshta vetëm dyqysh mi potencu në mënyrë më adekuate që shë lypë jeta ta shkujetën 2016. E dini që dita e cila shkon hoq pa mësën dishka të re, është dita që hoq. Ja që kom përgatit definicionin edhe kësha pas qef që jo gjallat mi marrë definicionet kryesore bot në orëmi për hapë në gjami se njës besojnë Allah. Ja definicionin. Dita e cila na shkon pashequar, trektuar, prodhuar apo përhap reforma dhe inovacione është një ditë e quar hoq, sepse njeriu ka dalë prej shpellës mu duke prodhuar inovacione dhe reforma
për vetën dhe për të tjerët. Ja slogani tjetër. Do të njerëz është shumë mirë se shumë njerëz besojnë në Zot, sidomos ata të devotshmit, që besojnë që buk nuk ngihen kur i përmendet fjala e madhe e të madhit Allah. Ja për shembull definitori tjetër. Prodho, tregto, shfrytëzo apo përhap reforma dhe inovacione konform nevojave të gjenetit dhe të përjetësisë tonë të. Se ka shumë njerëz që bëjnë gjenet ambientin ku jetojnë, a nuk e shfrytëzojnë ato për lumturi e harmoni për vëshme në të. Selamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Natën e mirë, inshallah na uzoni me fjalë moderne për hapni reformat dhe inovacionet e lutem hoq. Jo dhe këtë që Allah tjerë këtë që të gjoni, se ne që tu këtë kena me dalë prej kësaj agonije ku jena këtë imeti Muhammed anë e kënë botës. Selamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Natën e mirë. Aleikum selam. Natën e mirë, ju përshëndesim. Faleminderit. Zotit rujt. Ata shtot kujdesin. Është vërtet se çdo ditë që njeriu nuk përfiton nga ajo ditë, nuk merr diçka të re, ai është i humbur në humbje të sigurt. Për ata muslimani duhet ta vlerësoj kohën më shumë se çdo kusht tjetër, sepse koha është jeta e njeriut. Nëse nuk e shfrytëzon kohën, nuk e ke shfrytëzuar jetën. Edhe kundërta e vërtet, nëse e shfrytëzon kohën, nuk e shfrytëzuar jetën. Kjo kohë, presi ke jetë, është dhuratë e Zotit ndaj nesh. Ne ka lënë dorë tona, ta shfrytëzojmë apo mos ta shfrytëzojmë. I natshëm është ai i cili çdo ditë ngritet, e shfrytëzon ditën me të ngritet e Zoti dhe mundohet edhe të tjerë me ngrit, me përhap vlera, me përhap të mira, me shpërndan njerëzve të mira, me kontribu e qështeti edhe reforma. Ani pse emri reforma është pak i madh, nuk përfshin çdo gjë, ndoshta, por me gjithate, që të dikonsilet me përfitu njeriu për veti, por mundësisht edhe për të tjertë, është shumë e vërtet. Dhe një vërtet tjetër është se ne, si musliman, ndoshta dhe i diku, po dhe si kam shqiptar deri diku, nuk shfrytëzojmë sa duhet kohën, nuk shfrytëzojmë sa duhet jetën. Na kalen koha, na kalen jeta, pa e shfrytëzuar atë sa kena mundësi, apo atë sa na jepet mundësia, e që sigurisht mundësia është më e madhe se sa që shfrytëzojmë ne. Zoti na drejtoft. Faleminderit. Po. Atëherë kalojmë profesor tek një pyetje tjetër, e ka dërgu një dëgjuese, thot profesor, thot ne jemi 6 motra dhe kemi një vlla hasreti, thot ai po don me shit shtëpinë cilën e ka trashëguar nga baba dhe nana, si rezultat thot sepse gruaja po insiston që ai të largohet nga ata ndrojve mbanimin që të largohet edhe nga ne. E ne po dëshirojmë dita ka të drejtë me shit vllau këtë shtëpi pa lejen tonë, sepse ne nuk jemi të pajtimit që të shitet prona e prindit, por nëse veç e shet, a kemi të drejt hisje, thot ne, në atë shtëpi të cilën e kanë lënë prindet tanë. Kjo dyta është më tamam. Kjo dyta është më tamam. Ju më nalë s'mundeni ndoshta me shit, por nëse ngull ka me shit, ju thënë ati në 6 motrat, këna me të marrë hiset tona. 6 motrat keme marrë hisen. E 6 motra i bie sa 3 vllasen, sepse 2 motra marrën sa 1 vlla, 4 motra sa 2 vllasen, 6 motra sa 3 vllasen. Pra, bën e men që i 6 motra i në 3 vllasen plus ai 4. E që dhe me thonë tash i bie, qatë pasuni kret dhe të mënda në 4 pjesë. Bën e men që mënda në 4 pjesë. E mëra një pjesë plot, ndërsa 3 pjesë të tjera e ndani
jo 6 motrat, se cila motër, se cila çdo 2 motra ka një hise, 2 motra në hise, 2 motra në hise dhe merrni 3 pjesë të tjera. E që atine bie shumë pak me marë pastaj. Sepse kur i ka 6 motra atine bie pak me marë. Kështu që atine e thani, na më të nalë nuk mujna, vetëm se po e shi të shpin, na hisën të nuk në më të marë. Dije se kemi halal me dinë Zotit edhe gjyqin e jep. Fundja. Po nanën tjetër motër, po folasu në kjo është nga drejtësia, ndërsa nga mirësia, vlau, pse peshet shpin? Po nashta i shkret me ndonë që jetë ndikun ma mirë. Me atë insanit. Nashta një me gruja shtin, e këtu gratë, këtu e zotën e uqërë ty në Arabi, po këtu dreqin e ka shtin shishe, s'kam thamë dhe hava mileti, gruja shtin dreqin shishe, që as mënët hoxha, as popi, as kërkos që në shtin, gruja shtin të rak, në shishe, dhe jam shil grykën, ndoshta, gruja ka shti, por me gjitha tek ty ka mu shmendja, se gruja ka mirë, dhe pëshjes më shpin të zamë, pe ka tonë për inan që të zame. Po nashta ma mirë, po nashta e bje ma mirë atina, s'po di, ta shu e dini gjendir ma mirë, vlat ju, e keni vlat, e dini ma mirë. Allah e drejtojt atë vlat mas pari, sepse prind ju ka vdek, e qatë vlat e keni, edhe e mos më sjell mirë me juve, shumë keq që kepo. Unë nuk e di, nuk mund të kuptoj lehtë, çfarë harmonie mund të ketë një vlla familjen e tij kur nuk është mirë motrat e tij, në veçanti kur nuk ka vllazën tjetër, s'kan ku më shku motrat dhe nuk ka prind. Që i bie se motrat syt i kanë të qaj vlla. Ta shadaj më rëbëllun dhe i motrave, a i do të më kanë shumë i keq, ani me bojnë një gjatë të tilë. Zotë drejtoft ata e neve dhe tanë me Arabi. Profesor, kemi dëgjues, alo? Po. Mirë, brama urtrani. Selam aleikum wa rahmatullah, hoqin dhe umë. Alikum selam. Dhe është një pyetje në që se ka mundësi një këshillë më në onë, dhe kuruzimit vajzës me djarin ku përbohët martesa që ditë që po shumë më nusën. Po? Edhe në ka ndohë tash në dion që shkum për një rend, në është kërku gjatë kuruzimit vajzës, në është kërku e disa mjetë. A ka mundësi më në të shpjegu qëta? Ja, ka dal. Kallëzo ma mirë ti, kallëzo pak ma mirë. Hajt. Kuruzimi i vajzës me djalin gjatë martesa, që ditë që shkon me morën. Nusena? Me hoqë, me imam, po nusën. Do ditën e dasmes. Po ditën e dasmes. Tash, ajo imam i asaj familje në i kërkoj disa mjetë e neve për qikën, një unë qikës. Po, e qartë është. Mirë. Mehrin ja kanë kërkuar. Po, di, po. Allah në gjenet qoftë ty e tanë muslimat. Mjetët të cilat u a ka kërkua juve hoxha për qik të veta, e ka në hoxhë katunit, hoxhë lagjësa, nëmën të familjes e qikës, aj qëtu mjetë, apo qësa si e kërkuar në terminologjin e shariatit islam quhet meher, apo sadaka, quhet meher, quhet sadaka, quhet edhe nikah, quhet edhe dhurat, cilën do term ta përdor, cilën do fjalë nuk prish punë. Me rëndësi është grus i takon një shumë që ka vlerë, a është para, a është tesha ari, argjend të stolit të tjera, a është ndonjë mall i patun shumë, tok, shpi, banes, ku diun qka, i takon vajzës, nusës, diqka para se me marë djali me bën nuse. Me fjalë tjera, pak më ndryshe tash.
Djali kur të bëhet një qah me vajzën, djali kur bëhet një qah me vajzën, këtë fillim kur bëhet një qah, për pas kushteve tjera e që dohet me kanë prezent baba i qike se a i do të me dhanë dorën, do të me kanë prezent djali se a i e lypë vajzën dhe atin a i për dora vajzës, do të me kanë prezent edhe 2 dëshmitare mas pak ti e që bje 4 veta, baba i qikes, dhanëri dhe 2 dëshmitar. Mundet me qenë vajza, mundet me s'me qenë, po mund me qenë edhe me që shoka krabat të tjerë, se në të ketë që nuk ka veç ma mirë që ka bohet. Në këtë farlej të bimi, këtë farlej me shlisi, djali e lyp dorën e qikes nga ana e prindit. Prindi i ajap dorën e vajzës e ti. Dëshmitarët dëshmojnë se një kërkes dhe një pranim ndodhi dhe që kjo është kurore bëhet për hajrë dhe o kry, por qëtu mbetet edhe diçka që ka quhet dhurat apo meher apo sadaka apo niqah, quje se të dush. Me fjalë tjera, djali e ka vajib obligim me dhanë diçka vajzës para se me u vetmu, para se me u martu, para se me fjet me te. Vajza është ajo e cila kërkon nga djali, qoftë drejt për së drejti, qoftë në përmjet babës, a nanës, a vllauta. Nuk është me rëndësi, e kërkon dhuratën. Për shembull, thot unë pajtoj me marrë qa djal, nëse ai më jep 8 lira dhe një 5 lirë, që kam për para, për shembull. Ose në këtë sotit se tash lira nuk pëmnojnë, nëse më jep një 2.000 euro, ose 3.000 euro, ose 500 euro, më varet sa lipa jo, unë e marrë. Naturisht vajzat nuk bën me i rëndue shumë djemtë, sepse nuk është parimi muslimanët me rëndue dikën sa s'mu në banë, veçanti nëse është fukara, por nëse a i ka pasuni, e faktikisht vajzave që din kanë për e merë dhe ku ka me shku, në këtë rast edhe lyp meher simba standardit të apo mundësis që ka djali për me la apo për me adhan atë shumë. Këtë shumë në të cilën mirë në vesh, është mirë kadia, është mirë hoxha, është mirë gjykatësi, është mirë që njeri ju i cilën ban qatë proces verbal të kërkesës, të pranimit, të dëshmitarve, të kurores. Është mirë edhe këte me shënu se filan vajza ka kërkue meher një qah prej djalit ka që kaq dhe djali ka pranue dhe dëshmitar kanë dëshmu dhe në fund e nënshkruan datën, kohën dhe vendin kur ka ndodhur kjo marrëveshje. Që kjo meher, që kjo sasi, që kjo shumë e cila është obliguar nga ana e djalit me adhan vajzës, mundemi me nda në 2 pjesë, quhet meheri hershëm dhe meheri vënshëm. Kem për qëllim meheri hershëm, qka do që jep djali vajzës, na i por papuqa, na i këmisha, na i tesha, diçka që jepin që është tradite dhe tek ne, para se me marë nusen me bu darsmen. Pjesën tjetër që është mirë rënvesh mas 6 muje, mas më të moti, mas 3 vite, kështu me radhë. Nëse nuk jep fare, nuk jep kur gjo, apo nuk e kanë caktu hiq, atëre hoxha pyta i pyt printe familjes, printe vajzës, e kanë caktu mehrin, ata i thënë jo s'tan zdina. Që ka ndodhë sigurisht të kjo. Tani hoxha, kur që kanë me marrë një nusen, thët pani dhe burra që e një kërësur të familjes, hajden me mu që ka, për mës mi pengu të tjetë kërësh që tjerë, ju ndahëni në një vend dikon atje një o dikon, edhe hoxha i thët, o burra, e keni caktuar mehrin me vajzen, ju që një kratu i bendi që apo lyp heq. Thët mos dishi ju, për kalzej, one, ju nuk e keni dhanë meher respektivisht. Djali juaj nuk ka caktuar meher, presje dhërat, presje në qah, me grun heq, me vajzen tonë respektivisht nusen që këtë dhe me marë tash, e fetarisht nuk është regull me marë pa i caktu diqka, andaj për caktojmë që tash, kë ka ndodhë të jo. A në pëse,
Këtu e keqja çka është? E keqja është se ndoshta nuk ka qenë djali, e nuk është baba i djalit, e nuk janë krushqit, dhe të tjerët ata të cilët vendosin se sa mja van qikes, as nuk është baba i qikes, ai i cili vendos për qiken, por qika vet do të më thonë qika që po i du, apo më thonë babës, me autorizu babën qika që kërka, e pastaj djallë do të më pranu, apo më refuzu me thonë s'mu e boj kaq, por mu e boj qikaq. Nuk e di e kuptove, as e kuptove, kjo është pika të shkurtura, e nëse se ke marrë vesh, muna me ta spjegu pa as një problem, apet. 024-1566-14 qëndroni hapur, edhe për disa minuta jemi bashkë me këtë emision. Profesor, po vazhdojmë me pyetjet, me qenë se kemi edhe pyetje në formë të shkruar. Një dëgjues nga Rahoveci po ju përshëndetje, thotë jam e re, por kam shumë vështirësi që njerëzit e tjerë t'ju flas rreth obligimeve fetare, respektivisht për mbulesën, sepse kam shumë frikë, thotë sa herë që dua t'ju flas, nuk më dalin, thotë fjalë dhe mbetëm si e pafuqishme dhe e liksht në këtë aspekt. Allahu të rujtë, dashtë të forcëft ja Rabbi, alhamdulillah që për veti je uzune, je drejtune, je muslimane mirë, inshallah, për të tjetë gradualisht e motër, gradualisht, edhe në fillim s'kemi dit me fole, jena ngushtue, por gradualisht, atë sa ka takat njeri, atë sa mundet njeri dhe vepran, hap pas hapi, gradualisht, Allah nuk në ngarkan, ma shumë se sa që muna me bardë. Pastaj njeri nuk ka nevoj kur do me fol diçkuj për dim, me fol me fjallor të veçante, për ja marja fal me fjallë të tua, është të ke kemë supi nanës tane që ato. Fal ata që ta ndjen shpirti. Fal ata që ta ndjen shpirti, se fjalla që del për i zemrës, dhe për tanë ma let në zemrë. Po. Pyetja tjetër, profesor, thot, është e lejuar vrasja e shtazëve të egra, konkretisht thot e kaprojve dhe lepujve? Vrasja e tyre me qëllim për me hangër është e lejuar. Allahu e ka leju me Kur'an. Ndërsa vrasja e tyre kat e kat është ndaluar, sepse e shtaz ka shpirt e nuk lejohet veç me myq atë, veç po du me pravu pushkan, apo me pravu shigjetën, ako ta di me që a gjun, po du me pravu sa jam shejtar, sa jam gjojtë si mirë, e për myt i shpezën të flituru, ose për myt i kaprollën a lepran, jo, kjo është ndaluar me hadith pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Ndërsa, nëse gjun për me hangër, që është punë e leprave, ka prave kjo është halal, sepse Allahu i ka falur për ne dhe ne ka lejuar me hangër ato. Kalojmë tek një çështje tjetër, profesor, selam aleikum, thot, a lejohet, thot, martesa me afër me kujshi, nëse nuk jemi as gjak dhe as gjë, por jemi shumë afër. Sa në bëhanës ka plot katune, që veç e gjungurën ato, nëse veç e që të krytë hëbë, mi muri, këshike në parë që e shetë që mëse të merë. Fetarisht në gjatil, as që të keqe nuk ka. Plot katune ka në Kosovë, ku martohen me zveti, janë të përzirë shumë fise, dhe martohen me zveti, këtë bëhen me që dhonur me zveti, e dajë një për këtë anë janë. Nuk ka të keqe kur gjë fetarisht, lejohet. Po. Tani një të qusë thot tash profesor, po afrohet sezoni i darsmave dhe është pyetja rreth darsmave. Selam aleikum, thot, un jam me mbulesë, por më intereson ta di jam lejohet thot me prezantu në darsmat tona dhe me mbath këpucë të larta, të cilat i mbathim ne gratë, por që kërsasin, sa e kemi të leju me një gjatë tillë. Nëse është darsmja vetëm gra e nuk ka burra, shka. Nëse është darsmja gra e burra, la ilahe illallah, faqet zez, kënd bardh nuk ka, mos gaba në atë vend me shku, oj motër muslimane, s'ki që i bën kërkuj, rrit të shpija, ku të kalan i ma dhe zët, nuk kjen zërë me shku me rast në haram. Ato me gjlise, ato të bime, ato dasma, nuk janë neja që në lejohet neve muslimanëve me shkuen to.
Jo atybe. Ata nuk pitutën Zotit, nuk për kanë gale për neve muslimanve, për nanën, për babën, për motra që ka me mbulesë e tjerë. Jo, e ka tekin e vetë, qefin e vetë, le t'i gra në kem që ka i bojmë, Zotit i drejtoft e lëzoft, por ne në tonë nuk mundemi me shku. Një dëgjuese thot, profesor thot jam shtatzan dhe në muajin e fundit shtatzanis, po i fali vetëm namazet farze, ndërka sunetin vetëm të sabajt, a pranohet në këto? Po në rregull është shumë otër. Kretë në rregull është, je ditë e fundit të lindje, të shtatzanis, për atë lindje, e ke vështirë me falë sunetet, s'ka asgjë të keqe me falë veç farzet. Nëse mundesh nuk gje problem me falë sunetet ullur, fali ullur. Kur rëndohet hala shtatzania dhe nuk mundesh me nejt kam, nuk mundesh me nejt me ranë sejdë, falu vazhdo, edhe farz me falu ullur, nëse arrin që gjendje. Më rëndësi është namazin, mos me lënë. E ka edhe një pyetje dëgjuesja thot unë shumë po kam dëshirë thot me vendu mbulesën, por në mënyrë kategorike kundërshtojnë vjehria, me qenë se ata thot as nuk e besojnë Zotin dhe po kam shumë frikë që po na qesin krejt prej shtëpisë. Wallahi, kënë që e bojnë vjehrive, Zoti drejtoft e udhëzoft. Vjehria ndasht të qesin të dytë mbulesën, ndasht kapuqin, ndasht deshen krejt, për veti e kanë, teki për veti, po, me të marrë me të mire, me të bute, mës më hongër me ta e tjere, i ka hieni nuset mirë, por fundja tia e që vendos për kapuqin tënë, e për flektet tua, e për trupin tënë, e nuk vendosin, vjehria i thu për mje keq, por unë kam vendos më mbullu, njëherë se për ma hije, këta di unë, që shap shtjelët e atyne që i thu, obligime ke motër mbulesin, nuk ka vendë në shëriat, me thonë së pëmlojnë vjehria, e së pëfalna, së pëmlojnë vjehria, e së pëmlojnë e tjerë. E kemi edhe një telefonat lëtjet e fundit sa i përket linjës direkte. Alo? Alo, me mrama. Mirë mrama, urdhrani. I kam ja 3 pyetje për hujtën. Po, urdhra. E kam djallin 17 vjetë, edhe ka nisë më falë para 3-4 vjetë. Po gjithë e tute që po hina i rrugë tjeqe me burrin gjithë i kena thonë falun shpe, mos shkom largë, kështë qëtë se jetojna, jashtë nuk jetojna në Kosovë, edhe gjithë kështë qëtë me shku me për gjamia, për ka bo vakire 50 km largë shku. Edhe kur vitet e shpia u vanoj kena u tëtë shumë e kishëm frikë, edhe gjithë i kundërshtëshëm, se je shku atje, se je vanu, më të rime njerët, më të kontakto me tjetër kanë, faljo të shpia, vetkut ka ku burrit qënë baba jetë, e kështu e dashta me vetë hudën a kena bo gjëna, se tash gjohë u rritë, e tash të kuptojnë që nuk u kanë ku gjë keqe, po me dashta me vetë a kena bo gjëna. Me vetë dyta, punoj jem në shtoreve i fali 5 vaktet. Am pranohet namazit, ja kënë shtore ka dhe në shdirri. Edhe këto janë pjëtë të mija, falenderit shumë. Allah të rujt. Allah ja rujt a djallë, juve dhe të gjitha tyne që i kanë, e ata që se kanë, Zotë ja falët. Nuk keni bo keq kur gjë motër, por keni bo mirë. Edhe unë ashtë të kësha vepru si kurse jo. Edhe në shatut për djallë tem, edhe unë ashtë të se kësha lanë më shku e djallin tem larkë. Është drejt e prindit me pas dro për djallë, është drejt dhe obligimi prindit më kujdes për djallë. Është e vërtet se fëmiju nga njëherë, edhe pëse shka në gjami, ka më nësiru në zëtë më lidhë me dikën që ti nuk je i knaqën. Se nuk je të knaqën. Ne duhet të pranojmë një realitet motër. E jo krejt musliman që shkojnë gjami në burrat mirë. Na vjen keq. Na vjen shumë keq. Por është një realitet. Jo krejt që shkojnë gjami jenë burrat mirë.
Xhamia është një vend i hapur, ku të mundën më ardhë gjithkush, të gjitha shtresat edhe llojet e njerëzve. Në xhami mundën më ardhë monafik, dyftyrësha, hipokrita, të cilët shtihen si janë burra të mirë, musliman të mirë, po në realitet ata nuk vinë më falë, po vinë me prish, apo për qëllime të caktuar në Zotë e din. Me rëndësi të keq nuk e bë. S'ke bë keq. Fundja ki djallë edhe i tut, por po thëmë ke pas drejt. Elhamdulillah që djallë nuk tuk ka kap me kërkan, që tani ishe mërziti, e ka rujtë Zotë inshallah të ruan edhe me tej. Sa për këtë pyetjes tjetër që punoni në mishtore, ku ka edhe misht derë dhe i falë 5 kohët namaz, me pas mundësi me thana tina shqitësit, menagjerit, shefit, që ti mos me prek mishin e derët, mos me punu me ta, por mish në tjera për ndonjë sektor tjetër, do të kështë qenë fort ma mirë. Por nëse nuk ke mundësi o pa qare me kapë dhe mishin e derët me dorë, atëherë themi nëse shënte që atë vend punës, a mundësh me gjetë ndonjë punë tjetër kalla i lehtë. Pastaj nëse lëshën që atë vend punës dhe nuk gjenë vend tjetër, se nëse gjenë dhe të mëlshu, nëse gjenë vend punës tjetër dhe të mëlshu atë vend me gjetë dikun më halal, por nëse nuk gjenë vend punës dhe dëmtohë shumë ekonomikisht të dhe familja jote, atëherë lejohet me punu në atë vend ku jetu punu, por duke ditur se nuk o puni mirë. Lejohet me punu, por duke ditur se nuk o puni mirë. Dhe duke konsideru vetë vetën se je e imponuar, e detyruar me punu për i darët fëmijëve. Të njëjtën kohë, me kërku, apo me pasën kryen mendje, kur do që tipet mundësia me dalë për ati vendi, me shku në ndonjë vend tjetër, me dalë dhe me shku. Allahu alem, Zotë e din më së miri. Po. Profesor, kishte edhe pyetja e fundit për sonte. Faleminderit shumë që ishte sonte mysafir. Të nderuar dëgjues, kishte tëra